تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur. Ne biidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë poem ose poezi të imamit dhe biri i një imamit i cili është Ibn Abi Dawud Es-Sijistani rahimahullah. Në këtë poezi madhështore ku e ka shpjeguar aqidën, besimin e njerëzve të sunnetit dhe të xhamatit, jemi domethënë nga fundi ku thot autori rahimahullah wa la takun murjiyan la'uban bidinihi ala innama al-murjiu bid-din yamzahu. Thot autori pasi që foli para kësaj, domethënë ato vargjet që kaluan para këtyre vargjeve që do vijojnë sot në mësim, foli autori rahimahullah ose përpilluesi i kësaj poemës foli kundër xhawarijve. Tha domethënë mos u bë prej xhawarijve, që është një paralajmërim domethënë për çdo musliman që mos me ndjek rrugën e xhawarijve. Pasi që përfundoi nga paralajmërimi kundër xhawarijve, atëherë doli te el murjia. Dhe thot Sheikh Arafati hafidhahullah në shpjegimin e kësaj poemës se murgjia janë e kundërta e xhawarijve. Xhawarijtë kanë tepruar në një aspekt, kurse murgjia domethënë e kanë nënglizhu në aspektin tjetër. Dhe ahlu sunna wal jamaa janë në mes. Janë në mes domethënë në rrugën mesatare dhe në rrugën e drejtë, në rrugën e saktë. Mes këtyrve domethënë në devimeve, devimi të xhawarijve dhe devimi domethënë të el murgjia. Dhe kjo është edhe nga domethënë renditja e bukur që ja ka bërë autori këtu rahimahullah kësaj poemës, që pasi që ka fol kundër el khawarij, atër ka dalë domethënë dhe ka paralajmëruar gjithashtu edhe kundër el murgjia. Dhe ka thonë mos u bëj murgji. Çka është murgji? Që los me fenë e tij. Ai luan me fenë e tij. Sepse murgjiu me fenë bën shaka. Ai domethënë tallet me fenë. Dhe thot Sheikhu jon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, a nuk është tallje me fenë Allahut subhanahu wa ta'ala që ti ta barazojsh njeriun i cili është njeri i mirë, rajulun salih, njeri i mirë, njeri i devotshëm dhe njeri i kapur pas sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ti të dalish dhe ta barazojsh atë me një njeri i prishur që e ka braktisur sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me thonë këta janë të barabartë njësoj. Ai i prishuri, ai i cili ja ka kthy shpinën sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ai tjetri i cili është kapur pas sunnetit janë të njësoj. E kanë imanin të njëjtë. Dhe thot shejhu, si pas murgjive, do të thot, mundesh me bë vjedhje, plaçkitje, mundesh bësh zina, mundesh bësh vrasje, mundesh bësh domethënë lloj-lloj mëkate ti veprosh, prap e ke imanin të plot. Prandaj thot domethënë Ibn Abi Dawudi, autori përpilluesi i kësaj poemës, mos u bë murxhi që los me fenë e tij, se kjo është lozje dhe tallje me fenë. Që ti bësh të gjitha këto mëkate, edhe në fund e ke imanin të plot. Në fund e ke imanin domethënë në rregull. Nuk ndikojnë domethënë këto mëkate në imanin e njeriu. Kjo është padyshim domethënë tallje me fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Xhawarijt
e kanë tepru, thot Shekh Arafati hafidhahullah, në çështjen e që i kanë nxjerr domethënë vepruesit e mëkateve të mëdha, i kanë nxjerr nga feja. Kurse këto tjerit, vepruesit e mëkateve të mëdha, i kanë bërë domethënë në ta kenë imanin të përsosur, sikurse imani i Xhibrilit dhe sikurse imani i Abu Bekrit e kështu me radhë radiallahu anhu. Dhe një gjë e tillë padyshim domethënë është shkrim dhe tallje me fenë Allahut subhanahu wa taala. Zanafilla e këtij khilafit, dhe ky khilaf është prej khilafeve të para që kanë dalë njerëzit të devimit dhe i kanë kundërshtuar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe njerëzit e sunetit. Zanafilla e këtij khilafit, tek kësaj domethënë në përçarjes dhe mos pajtimi, është domethënë te fasiqul milli, domethënë vepruesi ose mekatari, por që është musliman. Mekatar, por është musliman dhe ka bindje, ka vepra të mira, po ka edhe mekate. Ky njeri është musliman. Nuk del ai domethënë prej fesë, por shkaku i mekateve e ka imanin të mangët. Naqisul iman, imani i tij është i mangët. Nuk është imani i tij plot. Këtu Khawarij çka thonë? Khawarij thonë jo, me që se i vepron ato mëkate të mëdha, ka dalë prej fesë. Murxhia i kundërshtojnë, jo thonë edhe ai që i vepron mëkate të mëdha, ai është me iman të përsosur. Sepse imani, sipas atyre domethënë më ekstremëve të murxhive, siç e do shohim tash te fjalët e Sheikh Zeidit rahimahullah, imani është domethënë me pas bindje ose njohuri në zemër. Me pas domethënë njohuri në zemër për Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo të bën domethënë ty musliman të përsosur. Edhe me që veprat e kundërshtojnë atë bindjen, atë njohuri, i ke me mekate, me kundërshtime, por sipas murxhive e ke imanin domethënë të përsosur. Do thonë çështja qëndron zanafilla ka fillu te çështja e fasiqul milli, domethënë mekatari, por që është musliman, që është domethënë që është musliman. Pastaj thot, ti lexojmë ato vargjet e fundit të kësaj poemës, thot Ibn Abi Dawud es-Sijistani rahimahullah, wa qul innama al-imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli an-nabi musarrahun. Thuaj, imani, besimi është fjalë, qëllim në zemër dhe vepër, si ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të qartë. Wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanwi wa fil wazn yarjahu. Dhe ai dobësohet ose paksohet duke vepruar robi mëkate. Shtohet, rritet imani me bindje. Rritet imani, shtohet domethënë forcohet imani me bindje domethënë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa da'anka ara'a ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi awla wa ashrahu. Thot autori rahimahullah, lëri braktisi mendimet e njerëzve dhe fjalat e tyre, se fjala e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam është më parsore dhe më e qartë. Është më parsore dhe më e qartë. Wala takun min qaumin talahhaw bidinihim fatat'ana fi ahli alhadith wa taqdahu. Dhe thot në vazhdim domethënë, mos u bëj nga ata që luajnë me fenë e tyre, që sulmojnë dhe i fyjnë njerëzit e hadithit. Idha ma'taqadta dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khayri tabitun wa tusbihu. Domethënë, thot në fund, po e besove ti kët, do thonë të gjitha këto që i kam thënë deri këtu, që nga fillim, çështja e shikimit të Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, çështja domethënë e mëkatarëve, çështja që lidhet me sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çështja e Kuranit që nuk është i krijuar dhe është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto çështjet e akidës, po ti i besove këta, atëherë domethënë thot, po i besoj këto, o shok, thot, gjatë gjithë jetës tënde do të jesh në mirësi çdo ditë. Çdo ditë domethënë do të jesh domethënë në mirësi dhe në hajër. Po ti besosh të gjitha këta çështje.
pa asnjë farë lloj përjashtimit. Pa asnjë farë lloj përjashtimit. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se el murgjit janë 3 grupacione. Grupi i parë janë ato domethënë më ekstremt, që kanë radhë domethënë në skajshmëri, në ekstremizëm. Ata janë el Jahmiya, Jahmit, që kanë domethënë i refuzojnë emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu e kanë edhe këtë gabim të madh në akide, që ata domethënë kanë ra në irgja. Dhe fjala irgja nga aspekti gjuhësor e ka kuptimin e ta'khir, vonim ose lënja prapa. Çka farë kuptim ka kjo domethënë në kontekstin e imanit? Këta domethënë el murgjia i kanë qitë jashtë veprat. Te murgjia domethënë veprat e njeriut nuk bëjnë pjesë në imanin e tij. Domethënë i kanë vënu, i kanë lënë prapa. Nuk i kanë përfshi domethënë në iman. Grupi i parë, që janë ato që kanë radhë domethënë në ekstremizëm më të keq, janë domethënë el Jahmiya, që e kanë domethënë imani, besimi tek ata është vetëm njohuri në zemër. Edhe si pas kësaj bindjes, ose si pas këtij besimit, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, iblisi la'anahullah, është musliman. Sepse e ai ka njohuri dhe pranon rububien e Allahut subhanahu wa taala. Allah na ka treguar neve në Koran për këtë. Qal Rabbi fa anzirni ila yawmin yub'athun. O Zoti jem, domethënë, ma e shto mua afatin deri sa ditën domethënë e ringjalljes së tyre. Domethënë ai thotë Rabbi, o Zoti jem, që ai e pranon Allahun subhanahu wa taala për Zotin e vet. E ka këtë njohuri. Por kjo nuk e bën atë musliman. Por sipas Jahmive, sipas bindjes së tyre që e kanë ai bëhen musliman. Thjesht me njohurinë domethënë që e ka. Grupi i dytë të murgjive, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, janë ata domethënë që thojnë se imani është shprehje me gjuhë. Do të me qit me gojë vetëm. Edhe nëse ajo që është tu e fol njeriu me gojën e tij, tu e shpreh, nuk përputhet me zemrën e tij, me atë që ka në zemrën e tij. Thjesht domethënë thënia me gojë. Edhe të bën musliman i përsosur. Edhe nëse nuk përputhet me brendësinë që ka njeriu në zemrën e tij. Dhe sipas kësaj, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, edhe nëse nuk bën asnjë vepër, e as nuk ka bindje rreth kësaj çështje që ajo është tu e thënë, sipas kësaj thot, dhe këtë kanë el Kerramia, një grup domethënë të keramive, e kanë këtë domethënë në besim, që mjafton domethënë që të bëhet njeriu musliman i mirë, thjesht me thënë me gojë. Edhe nëse këtë një gjë e tillë nuk e ka në zemrën e tij. Sipas kësaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sipas kësaj i bi që edhe munafikët me qenë musliman. Sepse ata janë të e thënë me gojën e tyre, por nuk e kanë bindje në zemrat e tyre. Thjesht do më thënë me gojë e kanë, pa bindje. Zemrat e tyre janë të shprasta nga imani dhe besimin Allahun subhanahu wa taala. Sipas këtyrve do më thënë, është do më thënë i bie se janë musliman munafikët. Dhe grupi i tretë i murgjive, që janë do më thonë në mesin e murgjive ato mat lehtit, po me gjitha do më thonë është devim dhe e kanë kundërshtu rrugën e sahabëve dhe të imamlarve. Atyrve u thuhet murgjiatul fuqaha, që kanë thënë se imani është bindje në zemër dhe shprehje me gojë. Këtu do më thonë kanë thënë nuk bëjnë pjesë veprat e njeriut në iman. Por imani është thjesht do më thonë zemër dhe me gojë. Thot që Arafati hafidhahullah, prej njerëzve më të njohur që kanë pas këtë akide, është
Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Abu Hanifa rahimahullah ka pas këtë bindje dhe si që kërkova do më thonë, shejhu jon Shejh Rabia hafidhahullah thot se ajo që shka arritur shejhu me pa prej librave të Hanefive dhe prej librave të Abu Hanifas rahimahullah, po ashtu se prej kësaj çështje nuk o shpendu Abu Hanifja rahimahullah. Ka pas edhe çështje tjera, si për shembull krijimi të Koranit, e ka pas si mendim se Korani është i krijuar, por thot Shejh Rabia hafidhahullah prej kësaj o shpendu dhe është tërhek. Ama çështjen se imani është vetëm në zemër dhe me gojë, prej kësaj do të thonë ka qëndru deri në vdekje. Deri do të thonë në vdekje, dhe kjo është do të thonë një kundërshtim real i vërtet kundër njerëzve të sunnetit. Kundër njerëzve do të thonë të sunnetit. Ka thot Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah se këtu Ibn Abi Dawud rahimahullah ka thonë se imani është qaulun wa niyatun. Qaulun wa niyatun wa fi'lun. Do thonë se imani është fjalë, është niyatun, niyeta, është për të këtu el-i'tiqad fil qalb. Do thonë është ai bindja që ka robi në zemrën e tij. Po ajo është shpreh këtu me nija, nijetun, njet. Nuk ka thënë i'tiqad. Po dihet domethënë se qëllimi është me nija këtu el-i'tiqad i paluhaqëm el-jazim në zemrën e tij. Dhe fi'lun, dhe vepër. Vepra domethënë e trupit që i vepron njeriu domethënë me gjymtyrat e trupit. Ka të selefi, si për shembull të Imam Ahmedi rahimahullah dhe të Imam el-Bukhari rahimahullah, që thonë se imani është qaulun wa amelun, fjalë dhe vepër. Fjalë do më thonë dhe vepër. Por kur ta shohim mirë se ke qaul, ke fjalë, e kanë për qëllim do më thonë fjala e zemrës dhe fjala e gjuhës. Fjala e zemrës është, si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ajo do më thonë bindja që e ka njeriu në zemrën e tij. Kjo është fjala e zemrës. Bindjen që e ka në zemrën e tij. Dhe fjala me gojë do më thonë ato që i thot fillimisht shahadatejn, shahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe të gjitha do më thonë fjalët tjera që i vepron robi me gojën ose me gjuhën e tij. Kurse amel, që kanë thënë do të thonë imani është fjalë dhe vepër, amel prap ndahet këtu vepra e zemrës dhe vepra do më thonë që i vepron robi me gjymtyrat e trupit. Veprat e zemrës janë si për shembull at-tawakkul ala Allah, mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala, haja, turpi, të gjitha këto do më thonë veprat e zemrës. Të gjitha këto veprat e zemrës, dhe thotë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah, edhe kush ka thënë prej imamlarve se imani është qaulun wa amelun, dhe disa kanë thënë si Ibn Abi Dawudi rahimahullah qaulun wa niyatun wa fi'lun, dhe disa kanë thënë qaulun wa amelun wal i'tiqad bil qalb. Të gjitha këto domethënë janë identike. Të gjitha këto janë domethënë identike, edhe këtu shihet prap domethënë del në dukje domethënë gjërësia e kuptimit të selefit. Edhe me pa do më thonë se nga kujt dalin ato fjalë dhe çysh qëndrime kanë pas ato njerëz dhe si kanë shpjegu ato njerëz këto çështje. Jo tash më u kap për një fjalë edhe jo po se ke thënë ti i'tiqad, ke thënë nijet, jo patjetër i'tiqad duhet ta thush, se përndryshe ke gabim, përndryshe u gozhdove, përndryshe shikon, kjo do të thonë gjitha këto telashe që na kanë bërë gjithë këto vite, jo e përktheve kështu, jo duhesh të kështu, jo duhesh ashtu. Shikoj zanafillën e davetit, thirrjen, se ti kështu me këto veprime i e tu e koqit davetin, tu e ndal davetin, tu e parandalu davetin, tu e pengu davetin. Edhe prandaj pasaj atyre vëllezërve u ka hip edhe frika, kur janë kthyer doshta pi Medinë, se kanë thënë po dolëm në një fjalë gabim,
dola Ikhwani, dola Murgji, dola Teblihi. Ma mirë, unë rri në shpinë time edhe marroj puna. Jo në realitet mi dhën ati talebës kur kthehet do më thonë pi Medinë ose pi ku do qoftë, mi dhën kurajo. Mi dhën kurajo që me vazhdu. Edhe thosh shejhu jon Shejh Arafati hafidhahullah, është e pritshme që një talebe kur fillon me davetin edhe me bo gabime. Është e pritshme. Sa e s'ka eksperiencë, sa ka fillu do më thonë, edhe pritet do më thonë, edhe plus ka thonë edhe shehu kush punon, gabon. Ata që nuk punojnë, ata që nuk bojnë incizime, ata nuk gabojnë. Pse se s'ka kush me vakap? Ato që i kanë. Barakallahu fikum. Prandaj, do të thonë, këto shpjegime se imani është qaulun wa amelun, fjalë dhe vepër, ose fjalë dhe vepër dhe bindje, ose fjalë dhe vepër dhe niyet, të gjitha janë këto do të thonë identike dhe është do të thonë fjalë të imamllarëve të sunetit në definicionin e imanit, dhe se imani është do të thonë në zemrën e njeriut, me gojën e tij dhe me gjymtyrët e trupit. Edhe kjo ka ardhur në një hadith. Prandaj do të thonë thot Ibn Abi Dawudi rahimahullah, ala qaulin nabiyyi musarrahu. Këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë të prerë dhe të qartë. Te hadithi e Ebu Hurajrës, ku thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, imani është 60 ose 70 dek. Më e larta çka është? Shahadatun la ilaha illallah. Dhe më e ulta çka është? Largimi pengesës prej rrugës. Dhe el haya, turpi është prej imanit. Shahadatun la ilaha illallah, me çka vepron njeriu? Me gojën e tij. Largimi pengesës prej rrugës, me çka e bën? Me dorën e tij. Është pjesë e gjymtyrëve të trupit të tij. Dhe el haya, turpi është domethënë në zemrën e tij. Do thonë këtë hadith është hadithi i prerë dhe i qartë se imani domethënë është bindje në zemër, shprehje me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrët e trupit. Kjo është domethënë definicioni dhe këtë e kemi mësuar dhe kemi pa prej imamllarëve të sunetit. Shtohet imani, rritet imani me bindje, duke vepruar domethënë namazin, agjerimin, haxhin, zeqatin, vepra tjera të mira, lëmosh, sadaka, shtohet imani. Dhe paksohet kur njeriu vepron mëkate. Dhe si ka thënë Imam el-Berbehari rahimahullah, kush e thot një gjë e tillë, se imani është kështu, siç e tham deri tash, nuk mundesh ta fusish në irxha asnjëherë. Edhe ne kemi pa domethënë qindra herë shejhun ton, imamin ton Sheikh Rabin hafidhahullah, duke thënë domethënë se imani është kështu, bindje në zemër, shprehje me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrët e trupit, shtohet me bindje dhe paksohet me mëkate, prap vin domethënë armiqtë e Islamit, edhe e sulmojnë shejhun dhe thonë jo është murxhi ose ka irxha. Edhe për Imam el-Albanin rahimahullah, se këtu ka filluar domethënë gjithë ajo lufta dhe armiqësia kundër Sheikh Rabis. Pse? Se Sheikh Rabia ka dalë dhe ka mbrojt Sheikh el-Albanin rahimahullah. Dhe ka thënë se është i pastër prej irxha. Sheikh el-Albani rahimahullah është i pastër nga një gjë e tillë dhe një akuzë e tillë të pabast. Atëherë, pse Sheikhu i ka kundërshtuar ideat e tyre, komplotet e tyre, atëherë domethënë kanë dalë edhe kundër Sheikh Rabis hafidhahullah. Dhe sa i përket se imani shtohet dhe paksohet, shtohet me bindje me vepra të mira, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ai është i cili zbriti qetësinë në zemrat e besimtarëve, që të shtohet besimi i tyre ndaj atij besimit që e patën ata, ma'a imanihim. Do thonë ato kishin besim, por ajo do më thonë qëtësia në zemrat e besimtarëve u ashton edhe ma shumë besimin. Për kësaj ajeti do më thonë qartë është se do thonë kuptojmë se imani besimi shtohet. Se imani besimi do thonë shtohet. Dhe në anën tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, se la yezni zani hina yezni wa huwa mu'min. Nuk bon zinahqari imoralitet, kur bon imoralitet, dhe ai domethënë në atë situatë domethënë nuk e ka imanin të plot. Kur bon mëkatari gjatë
kryerjes së aktit të atit mëkatit, nuk e ka domethënë imanin të plot. Dhe gjithashtu edhe ai që bën plaçkitje. Edhe ato Khawarij, domethënë, Khawarijt, edhe më duket ka thënë Ustadi Xhemali, ka bën një shkrim njerë se Khawarijt janë murxhia. Ishte një shkrim para një vite diçka. Çka thonë Khawarijt? Zina me bo me Maqedonkat, semin luft, e kimi halal zinan. Vjedhje, plaçkitje, celularve, e duqaneve, kështu, e kanë halal. Pse do thonë, bohu kharigji, çdo lloj mekat pasaj që vjen, nuk të dëmton. Gënjeshtra nuk të dëmton. Edhe realiteti është më thonë se Khawarijt me vetdije, ose pa vetdije, kanë qenë shërbetor të qafirave. Se tash ne po çuditemi, jo po ky Zekeria Qazimi doli puna bashkpunon ose zbashkpunon me lloj-lloj njerëz të prishur. Ibn Seba, i pari i Khawarijve që i kanë nxit Khawarijët kundër Uthmanit radiallahu anhu, Ibn Seba ka qenë qifut që ka hyrë në islam me e prish islamin nga brenda. Dhe i ka përdor Khawarij si mash që ta bojnë punën e Ibn Seba që ka qenë munafik. Shikon, prej atëherë Khawarij e bojnë punën e armiqve të islamit që me i dëmtu muslimant. Edhe kjo është realiteti, domethënë, edhe i sotit. Domethënë që ato Khawarij, shkokat e Khawarijve, Daesh, ISIS, El-Qaida, ata domethënë ku bojnë sulme? Vendet ku janë musliman. Vendet ku jetojnë muslimanat, i sulmojnë muslimanat, i vrasin muslimanat, i keshpërdorin fëmijët e muslimanëve, edhe me slogane të rreshme dhe me mashtrime se duke bërë xhihad. Xhihad po në rrugën e shejtanit, jo në rrugën e gjithëmëshirshmit. Pastaj thot Ibn Abi Dawud es-Sijistani rahimahumullah, dhe lëri mendimet e njerëzve dhe fjalët e tyre, sepse fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam është më parsore dhe më e qartë. Këtu thot Sheikhu jon Sheikh Arafati hafidhahullah, është për qëllim domethënë në ajo pasimi verbazi, që mos bëhesh domethënë pasuesi i verbër, por ti ndjekish argumentet. Dhe ata që bëhen fanatik ndaj njerëzve të vet, ndaj edhe dietarëve, ndaj çdo kush, pa me pas ai tjetri argument, ata u përngjajnë, thot Sheikh Arafati, mushrikve. Pse? Sepse mushrikve kur u erdhën pejgambert e Allahu subhanahu wa taala, ata prapë thoshin, ne do qëndrojmë në fenë e baballarëve tanë. Do thonë, do jemi fanatik. Kemi fanatizëm ndaj fesë së baballarëve tanë. Nuk hekim këmbë dhe dorë prej kësaj fesë. Do thonë, kishin fanatizëm. Edhe pse ai fanatizëm nuk kishte baza, argumente. Kështu thot shehu, ai i cili bëhet fanatik ndaj dikujt që nuk ka argumente. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, se këtu wada'an ka ara ar-rijal, dhe lëri braktisi mendimet e njerëzve, ato mendime do thonë që nuk janë të bazuara mbi argumente sheriatike. Do më thonë, Korani dhe Suneti sipas kuptimit të Selefu Salih ridwanullahi alehim. Thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, kjo përmban se patjetër ka me ndodh ikhtilaf. Patjetër ka me pas do më thonë mendime të ndryshme dhe përçarje dhe grindje. Por thot shehu, nuk e kemi të lejuar, nuk e kemi të lejuar që të shkojmë pas atyrve fjalëve që përputhen me dëshirat dhe epshet tona. Jo ti tash më thonë, ndodhi këtu khilaf në këtë çështje, edhe unë tash, jo po është khilaf, unë do zgjedh çka më përshtatet më shumë, sipas dëshirave dhe epsheve dhe ëndjeve që unë i dua dhe ti ndjek. Jo. Thot shehu domethënë, patjetër domethënë, miren ato fjalë të dietarëve që janë të bazuara mbi argumenteve sheriatike të Koranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse e dinu, thot Sheikh Fauzani, kjo është fjalë madhështore të shehut, e dinu bid dalil, feja është me argumente.
Kaq e thjesht dhe e lehtë është. Feja është me argumente. Jo me hamensi, jo me emocione, jo me dëshira, por me argumente. Çfarë argumente? Të Kuranit dhe Sunetit. Të kujt kuptimit? Të kuptimit të selefus salih. Në kryet atyre selefus salih janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu dalim te puna, domethënë që thonë ata, jo po ti mua s'm ma obligojsh mendimin tënd. Kështu thonë halebistat edhe besformaxhunje dhe lloj-lloj kastraveca e kështu me radhë. S'ma detyrosh ti mendimin tënd, s'ma imponosh ti mendimin tënd. Domethënë tash në lidhje me Abu Sak el-Huwainin, që qenë ka dietari i madh, në lidhje me Ali Halebiun, s'ma imponosh ti mendimin tënd, se ka khilaf, çështja është e gjerë, unë zgjedh çka vjen mu për shtatit. Jo. E ke për detyrë, siç e thotë Sheh Fozani hafidhahullah dhe Sheh Rabia në vende tjera, ti e ke për detyrë ta ndjekësh argumentin. Argumenti të detyron ti ta ndjekësh, domethënë atë rrugë që është e bazuar mbi argumenteve. Jo dalish edhe jo po ka khilafe, unë do zgjedh tash. Edhe unë e maj mend një herë kur kam qenë në Mekë të Sheh Rabia hafidhahullah, ishte një halebist i ndjekur të shehu, edhe e kundërshton të shehun duke i thënë, jo po ka thënë Sheh Abadi, ka thënë Abdurezaku. Shehu i tha, Sheh Rabia, bëj një pyetje, a të lejohet ty sheriatikisht, kur unë të sjell ty argumente prej Kuranit dhe Sunetit dhe fjalëve të selefit, që ky njeri, Ali Halebiu, ka gabime dhe ka kundërshtuar Kuranin, Sunetin dhe fjalët e selefit, a të lejohet ty sheriatikisht me më thënë, ka thënë Sheh Abadi, ka thënë Abdurezaku? Nuk të lejohet. Nuk lejohet me thënë, por je i detyruar ta ndjekësh të vërtetën. Edhe nëse të vjen nga një njeri, domethënë që ndoshta nuk e simpati të madhe për të. Por të obligohet. Dhe përmend këtu Sheh Fozani hafidhahullah fjalën e Imam Malikut rahimahullah, se prej secilit mirret fjala dhe refuzohet, për vetëm se prej poseduesi i këtij dvarit. Dhe ka treguar me gishtin treguesi Imam Maliku rahimahullah, se ka qenë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasallam kur e ka mbajtur këtë fjalim, ka treguar drejt varit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pse? Sepse pejgambert janë të mbrojtur prej gabimeve. Kush i ka mbrojtur? Allahu Teala. Dietarat mundet me gabu. Sa e sa mundet me arrit ai gratë të madhe, ai prap mundet me gabu. Prap mundet me rrëshqit. Por Sheikh Zeid rahimullah thot, për dietarët e sunnetit, imamlarët e sunnetit, i justifikojmë. Sepse ndoshta nuk u ka arritur e vërteta argumenti, shpjegimi e kështu me radhë. Do thonë i justifikojmë ata. Kurse për bidatçit, këta justifikime nuk vlen. Sepse ata kanë që në origjinë, që në bazë, domethënë, ta kundërshtojnë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kurse këto dietarët e sunnetit, edhe nëse u ka ndodhur ndonjë rrëshqitje, nuk ka qenë qëllimi i tyre me e kundërshtuar vërtetën. Nuk ka qenë qëllimi i tyre. Dhe su ka mri atyve domethënë e vërteta dhe shpjegimi rreth atyre çështjeve. Prandaj domethënë, si e ka përpilluar Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah një libër ku e ka titulluar domethënë largimi i çortimit ndaj dietarëve, të domethënë largimi i çortimit domethënë të dietarëve të sunetit. Dhe këtu ka sjellë Ibn Taymija rahimahullah 10 shkaqe ose 10 sebepe që mundën një dietar me kundërshtu argumentin. Shkaku pse? Ndoshta si ka mri hadithi, ndoshta i ka mri hadithi, po hadithi ka qenë i dobët, atij sinxhirin që ka pas, ose ka pas hadithe që ka menduar se janë më të forta se ai hadithe kështu me radhë. Prandaj domethënë për dietarët e sunnetit kemi mendim të mirë dhe justifikojmë. Por në gabim nuk i ndjekim. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë. Jo ti e justifikon edhe ai ta pasoj në gabimin që ka. Asesi. E justifikojmë për gabimin, po themi gabimi është gabim. Gabimi është gabim. Edhe e përmend Sheikh Fozani hafidhahullah se pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka paralemruar neve se ka me pas domethënë përçarjen këtë ummet. Se ka thënë kush ka me jetuar për juve, kush ka me pas për juve një jetë të gjatë, ka me pa domethënë mos pajtime të shumta.
na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam një gjë e tillë. Dhe kjo është prej argumenteve të profecisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam se një gjë e tillë ka ndodhur. Po njëkohësisht na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe ilaçin, rrugdaljen prej kësaj përçarjes. Çish ka thënë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, atëherë kur do ndodhin këto përçarje dhe këto ngrindje, kapuni pas sunetin tem, sunneti i khulefave rashidin el Mahdin min ba'di, qan Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhum. Të kapemi domethën pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe rrugës së sahabëve në krye këtyre katër imamllarëve me dhëmballët. Jo domethën të kapesh kështu si për ndredhur. Jo, të kapesh domethën me plot seriozitet, me plot sinqeritet. Të kapesh pas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe sahabët ridwanullahi alejhim. Dhe Imam al-Ajurri rahimahullah në librin e tij Akhlaq al-Ulama, morali i dietarëve, ka përmend një fjalë madhështore që tregon pozitën dhe vlerën e dietarëve në mesin e njerëzve. Sa të rëndësishëm janë dietarët dhe sa e keq është dhe dëmshme që njerëzit muslimanët kur nuk kanë në mesin e tyre dietar. Thot Imam al-Ajurri rahimahullah, çfarë mendoni Allahu ju mëshiroft për një rrugë në të cilën ka shumë rreziqe, por që njerëzit kanë nevojë ta kalojnë në një natë të errët. Nëse në atë rrugë nuk ka llamba ndriçuese, ata do të ngatrohen. Atëherë Allahu caktoi atyre llamba që ndriçojnë rrugën për ta. Dhe kështu ata ecën në siguri dhe mirësi. Pastaj erdhën njerëz të tjerë që gjithashtu duhet të kalojnë aty. Dhe gjatë rrugës u shuan llambat dhe ata mbetën në errësirë. Çfarë mendon ju për ta? Kështu janë dietarët në mesin e njerëzve. Kështu janë dietarët, do të thonë, në mesin e njerëzve. Gjatë kësaj rrugës, do të thonë, që ti ke nis për në xhennet. Se kjo, do të thonë, ti kur ke nis, kur ke fillu me këtë fe dhe i e drejtu, do të thonë, duke ndjek rrugën e selefu salih ridwanullahi alejhim, ti çka sinon me këtë rrugë? Hise të dunjas, pozit, jo asesi. Ty sinon xhennetin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kjo rrugë që ti ke nis ka shumë rreziqe. Rreziqe që janë shkatruese dhe vdekjepruese. Dhe ka shumë errësira dhe shumë dëme. Ata që ndriçojnë këtë rrugë dhe që ta shpjegojnë këtë rrugë, që ta arrish, domethënë, në fundin, janë dietarët, janë trashëgimtarët e profetëve. Prandaj njerëzit kur largojnë prej dietarëve, si ka thënë Sheikh Mukbili rahimahullah, kur njerëzit i lanë dietarët, ranë në kontradikta. Janë bërë, domethënë, kontradiktor. Kur i kanë lënë dietarët. Prandaj kjo është prej bazave të menhexhit selefi, kthimi te dietarët. Jo tash ne me dyshu për bazat e menhexhit selefi për shkak semirit edhe filanit edhe fistekut. Jo ti hidhe poshtë semirin. Fundi s'ta ka lind nën aty. Çka të ka lidh ty me semirin? Ose me kush do të qof, domethënë? Të ka lidh kjo feja. Feja të ka lidh, asgjë tjetër. Prandaj tregohet, domethënë, në historinë e Ebu Sufjanit radhiyallahu anhu kur është konvertuar në Islam, e morën vesh mushrikët e Mekës se pejgamberi alayhi salatu wasallam me 10.000 ushtar është tu ardhur në Mekë. Ebu Sufjani radhiyallahu anhu me disa njerëz doli jashtë Mekës që me prit pejgamberin alayhi salatu wasallam që me pas se çfarë qëllime ka pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe aty domethënë adnat ose të nesërmen u konvertu Ebu Sufjani radhiyallahu anhu në Islam. Konvertim të sinqert. Ebu Sufjani mas fexhrit, kur u thirr ezani për sabahin, Ebu Sufjani u trondit pak. E kapi tmerin.
se pa me një ezan, ato 10.000 ushtarë u çujtën kamp. Dhe secili filloi me lajt vetën, me përgatit me mor abdest. Ai u çudit. I tha Abbasit, ja Abbas, këta do më thonë, nuk vepron ai gjë për vetëm se ndjekin. Abasi radiallahu anhu i tha, me u andalu edhe bukën edhe ushimin edhe pijen e ndjekin ata. Shko, do të thonë, tu andalojnë pejgamberi alayhis salatu wasallam këtyre burrave dhe bukën edhe pijen, janë gatshme ta ndjekin. Ti binden. Ta ta pyesësh ti vetën tënde dhe unë vetën time, a jemi prej atyrve? Ose jemi ku na vjen argumenti të përndridhur. Ma mirë të jesh i përndridhur duke ecë, se jam muhabeti, se sa i përndridhur në mendime dhe në qëndrime. Abu Sufjani radiallahu anhu i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, ja Rasul Allah, se kishte në islam mo, a na ke lënë ti neve për shkak këtyre ftyrave, për shkak këtyre njerëzve? Atëherë i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ju më keni detyru, ju më çytët mu prej Mekë, kurse këta njerëz më e kanë përqafu, do më thënë, thirrjen time, e kanë përkrah, e kanë pranu këtë thirrje. Që do thotë, do më thonë, atë që lidhi pejgamberin alayhis salatu wassalam me ato sahabët ridwanullahi alehim, çka ishte? Feja, jo preardhja, se preardhjen e kishën Mekë, dhe këta i kishte familje, si Abu Sufjani, si të tjerë të kështu me radhë. Por çka lidh njeriu aty desha me dal, është çështja e fesë, çështja e akidës, jo çështja e dunjas, çështja e profitit, e përfitimit të kështu me radhë. Prandaj këtë fjalë me fjalën e Imam el-Axhurit rahimahullah tregohet qartë, domethënë pozita dhe vlera e dietarëve. Dhe ti nëse nuk i ke ato lampa ndryquese, ato drita ndryquese, si do ecësh në atë rrugë? Si don ti, si e parafytyron, si e imagjinon ti këtë rrugë? Si do e gjesh rrugën? Ti vetëm se do ngatrohesh edhe më shumë. Dhe do shta shkel në akund që do bish domethënë në thellësi dhe do vritesh. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes në lidhje me dietarët dhe respektimin e dietarëve dhe nderimin e dietarëve dhe mbrojtja e dietarëve. Mbrojtja e dietarëve. Pastaj thot Ibn Abi Dawud es-Sijistani rahimahullah, dhe mos u boj domethënë nga ata që luajnë me fenë e tyre, që i sulmojnë njerëzit e hadithit, që i sulmojnë dhe i fyjnë njerëzit e hadithit. Këtu domethënë autori që babën e kishte imam për imamlarve të sunnetit, që ishte eduku, domethënë është me gjasa të madhe ta kuptojnë se ky Ibn Abi Dawud është eduku, domethënë në mesin e mexhliseve të dietarëve. Dhe në kryet atyre mexhliseve imam i sunnetit, imam Sunna rahimahullah, Imam Ahmedi. E përmendi domethënë në pjesën në vargun e parafundit çështjen e sulmimit të dietarëve, e sulmi kundër dietarëve. Se sulmi kundër dietarëve është shenjë prej shenjave të bidatçive. Pra, thot, mos u bë prej ata që i sulmojnë dietarët. Dhe këtu ahlul hadith, do thonë, si ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, kur e kanë pyetur cili është grupi i shpëtuar. Ka thënë Imam Sunna rahimahullah, nëse nuk janë ahlul hadith, ata s'di kush mundet me qenë. Këtu, thot Shekhu Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, çfarë kuptim ka kjo ahlul hadith këtu? A janë ata ahlul hadith për qëllim këtu në këtë pjesë, ata që i memorizojnë hadithet vetëm? Ose a janë ata që merren me terminologjinë e hadithit, aspekti i sinxhirit e kështu me radhë? Ose janë një kuptim tjetër që është më i gjerë? Është kuptim tjetër që është më i gjerë. Janë ata, thot Sheikh Abdullah al-Bukhari, ahlul hadith, që e kanë njoh sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kanë njoh, e kanë kuptu dhe e ndjekin. Këta janë ahlul hadith, haqqan wa sidqan. Ahlul hadith, ata që e kanë njoh rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kanë kuptu dhe e ndjekin. Se ka mundësi dikush mundet me ardh me i ditë të gjitha librat e hadithit përmendsh, me të ketë memorizu. Ai s'ka kuptim hiç, as pasim, as një farë shenjë ndoshta nuk duket në pamjen e tij të dukshme që është ndjekës së sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ka njerëz në anën tjetër që e angazhojnë veten e tyre
me terminologjinë e hadithit, që s'kan lidhje domethënë me zbatimin e haditheve. Por këtu ehlul hadith janë domethënë njerëzit e sunnetit që e kanë kuptuar edhe që e zbatojnë. Ata janë domethënë ehlul hadith. Prandaj mos i sulmo, thot autori rahimahullah, mos i sulmo, se sulmi edhe si e kemi mësuar këtë edhe ke aqidatu salaf ashabul hadith të Es-Sabunit rahimahullah, sulmi të njerëzve të dijes dhe të dietarëve është shenjë prej shenjave të bidatçive. Kjo që nga koha e selefit, edhe Ebu Hatim Er-Razi rahimahullah, edhe imamlarët të tjerë kanë përmend këtë si shenjë prej shenjave të bidatit dhe të bidatçive. Dhe nuk ka bidatçi në tokë për vetëm se i uren njerëzit e hadithit. Edhe prandaj gjithë kjo urrejtje kundër shehut ton të madh dhe imamin ton, Sheh Rabis hafidhahullah, pse? Se Sheh Rabi do të thonë të gjitha ato devimet dhe grupacionet i ka refuzuar. Tash, a është ai tebliki, a është ikhwani, a është kharixhi, a është merret me politik, të gjitha kanë urrejtje kundër Sheh Rabis. Pse se u ka kundërshtuar shehu metodologjinë dhe rrugën që kanë. Me argumente prej Koranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu thot autori rahimahullah, mos u bëjnë nga ata që luajnë me fenë e tyre. Do thonë ti godasish dietarët, ti sulmojsh dietarët, është ti je tu lut me fenë tënde. Se dietarët janë ata që përcjellin fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe që ta shpjegojnë ty fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ti në anën tjetër do thonë je tu lut. Nëse nuk i përmbahesh duke i respektu, duke i mbrojt, duke ndjek këshillat e tyre. Edhe, prapë në këtë çështje, Khawarij janë domethënë në shembulli i keq. Se Khawarij janë të parit që nuk i respektuan dietarët dhe filluan t'i godasin dhe t'i sulmojnë, dhe jo vetëm kaq, po ato fyrjet, goditjet dhe sulmet kaluan edhe në sulm fizik dhe vrasje të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do thonë Khawarij e kanë shkel këtë bazë madhështore që në fund, si pasojë të atyre goditjeve dhe sulmeve nga ana e gjuhës, kalojnë në sulm fizik dhe në vrasje, që e vran njerë Uthmanin radiallahu anhu dhe e vran domethënë Aliun radiallahu anhu. Nga ku filloi domethënë duke fol kundër ta, duke mos va njeh vlerën tyre, duke mos i respektu. Dolën në fund kundër dietarëve. Se dietarët gjatë kohës së sahabëve kush ishin dietarët? Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në krye domethënë ato 4 khulafa ar-rashidin. Ata 2 prej khulefave të rashidinve i kanë vra, Uthmanin radiallahu anhu dhe Aliun radiallahu anhu. Prandaj një rruga e mos respektimit të dietarëve dhe mos njohja së vlerës së tyre është rruga e Khawarijve. Dhe në fund thot Ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullah se po e besove ti këtë që unë e kam përpiluar në këtë poem, atëherë do të jesh në hajër, në mirësi, në siguri. Këtu thot Sheikh Fozani hafidhahullah, po e besove ti këtë, dikush mundet me kuptu se autori don me lavdru domethënë në poezinë e vete. Nuk është e tillë çështja. Por qëllimi është domethënë këta argumente që unë i kam sjell prej Koranit dhe Sunnetit, sipas kuptimit të salafus salih, po i qëndrove këtyre domethënë ti je në mirësi të plot. Ti je domethënë në mirësi të plot gjatë ditës dhe natës. Gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë domethënë në jetës. Edhe thot Sheikh Fozani hafidhahullah, domethënë me qëndru në këtë akida, në këtë besim, do thonë deri në vdekje. Me qëndru të kapur fuqimish në këtë rrugë deri në vdekje. Se thot Sheikh Fozani hafidhahullah, se ka mundësi që dikush e ndjek këtë rrugë për një periudhë të caktuar gjatë jetës së tij, po pastaj ja kthen shpinën. E ka kot. Ai që i pret këto fryte
Dhe shpërblime është ai njeri i cili deri në vdekjen e tij është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Dhe si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, se kerameti më i madh, a'dhamul kerama, kerameti më i madh është luzumil istiqama, të qëndruarit ose të kapur, të qenë i kapur pas qëndrueshmërisë, domethënë rrugën e drejtë. Kjo është kerameti më i madh. Kerameti më i madh është që ti të jesh deri në fund jetës tënde në rrugën e drejtë. Kjo është kerameti më i madh, ka thënë Ibn Taymija rahimullah. Se njerëz kanë mashtrohen, kanë dëgjuar keramete në Indi, keramete ku diku, lloj-lloj shejtana po dalin dhe mashtrues, edhe pretendojnë e vlillok ata, kurse në realitet janë gënjeshtar dhe armiqt të kësaj fesë. Kerameti më i madh, thot Ibn Taymija rahimullah, që ti të qëndrosh i qëndrueshëm në këtë rrugë deri në vdekje. Edhe si ka thënë Sufjani rahimahullah, mos u çudit, mos u habit nga ai i cili ka deviju si ka deviju, po habitu prej atij që ka qëndruar në këtë rrugë si ka qëndruar. Ma shumë duhet habitesh nga një person i cili ka qëndruar në rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasallam deri në vdekje. Kjo është që duhet. Se ne zakonisht po çuditemi kur dikush devion, si devijoi ishte me ne kështu me radhë. Jo, çuditu prej atyre që kanë qëndruar në këtë rrugë deri në vdekje, si kanë qëndruar. Sepse pengesat dhe rreziqet, siç e tha Imam el-Ajurri rahimahullah, gjatë kësaj rruge janë të shumta. Prej njerëzve dhe prej xhinëve. Janë të shumta. Prandaj duhet njeriu domethënë me pas këtë gjithë jetën e tij. Nuk është dobia domethënë që ne të jemi një periudhë të caktuar, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet e pastaj ta braktisim këtë rrugë. Por ti lutemi Allahu subhanahu wa taala për qëndrueshmëri deri në vdekje. Edhe prandaj Aisha radhiyallahu anha i thot pejgamberit alayhis salatu wasallam, e kam vret ja Rasulullah, që ti këtë lutje shpesh herë duke thënë: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, forcoje zemrën time në fen tënde. Këtë lutje e përsërit te pejgamberi alayhis salatu wasallam shpesh. Edhe kush ishte ai? A ne kemi dhe më shumë nevojë ta bëjmë këtë lutje. Ta bëjmë këtë lutje dhe më shumë. Gjatë lutjeve të përditshme, që ti lutemi Allahut subhanahu wa taala për qëndrueshmëri. E jo sepse ato sprovat, ato fitnet, ato ngatresat do vinë edhe ndoshta njeriu domethënë mashtrohet. I përshtjellohen çështjet dhe kapet pas fjalëve të njerëzve, pas mendimeve të njerëzve, që nuk kanë kur fare bazë. Kjo është domethënë e çortuar, që ti të kapesh pas fjalëve dhe mendimeve të njerëzve që nuk kanë ato bazë në Kur'an dhe në Sunet. Nëse kanë, atëherë duhet t'i përmbahesh dhe mos thuaj jo s'mundesh me ma imponu mendimin tënd. Ti e ke për detyrë ta ndjekësh të vërtetën. Ti e ke për detyrë ta ndjekësh argumentin. Barakallahu fikum. Edhe me kaq e përfundojmë këtë poezi të Ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullah, dhe lusë Allahun subhanahu wa taala më na bërë neve për ata që i mësojnë këto libra dhe këto poezia madhështore të selefit dhe në mënyrë më të bukur i zbatojnë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fikum barakallah.